Ju përshëndes nderuar teleshikues, ndodhem në Malsi. Gjatë vizitës që unë bëra këtu në Malsi, mësova shumë gjëra, pash vetë shumë vlera të kësaj treve dhe nuk mundet të anashkalonja takimin me klerikët që kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë një punë edukuese jo vetëm fetare por dhe adetare, të cilët ju rinë afër tërë popullatës shqiptare që është këtu. Jam i nderuar dhe respektuar që sot ndodhem në xhaminë e Dinoshës dhe këtu pranë nuk kam Beqir Gjokën, është kryeimam i zonës këtu në Tuzë. Por falenderoj dhe Patër Pashkun për pritjen që më bëri këtu në Tuzë. Ndihmën e tij e kam pasur të vazhdueshme dhe ai pranovi kërkesën time që thash të shkojmë së bashku në xhaminë e Dinoshës dhe sinqerisht më bëhet qefi që ajo harmoni ndërfetare shqiptare që është në Shqipëri me shekuj ekziston dhe është e fortë edhe këtu në Malsi. Imam Beqiri, ju falenderoj për kohën. Ju falenderoj edhe për misionin që keni në fushën tuaj, në lamin tuaj. Do të ishte me shumë interes cili është Imam Beqiri për teleshikuesit e diasporës, pasi një pjesë ju njohin, po ka dhe nga ta që nuk ju njohin. Ju shprej mirë se ardhjen, mirë se keni ardhën në trojet tona, mirë se keni ardhën tek unë konkretisht, mirë se keni ardhë në këtë xhamin tonë. Mirë se keni ardhë me dëshira dhe qëllime sigurisht vllaznore të bisedojmë një bised të gjuhës sonë, nga ka del dëshira e shpirtit të shprehim atë që kemi në shpirt. E ne jem njerëz të shpirtit. Ne kem emocionet tona, këti rastit posaçërisht. Unë mirë se ardhjen tuaj do t'ju shprehi me përshëndetjen fetare, pështimi, paqja dhe mirësia e Zotit qoftë me juve, gjithashtu me juve dhe me neve, se të gjithë jemi robë të Zotit. Njerëz që duhet të merremi vesh edhe të kemi mirë kuptim. Zoti të gjithëve na ka kriju për një adhurim i cili është mirësia jonë, i cili na çon ka përparësia e jetës së kësaj botë edhe përgatitje për jetën e ardhshmënisë, e cila do të jetë jetë e gjithmonshme. Posaçërisht jam i lumtur që kam edhe zotni Patër Pashkun këtu për krah, e i shoqënuam edhe me juve, atëherë edhe biseda jonë me siguri është edhe më e vlefshme, të jetë një bisedë që të shprehim nga shpirti ajo që kemi, qyshën rini, qyshën kujtime, po pak edhe qyshën histori, se originalet tona të shprehjes si me shtarë janë për mua gjuhës arabe, zotni Fratit,
gjuhë latine, por ne ato i kem gjuhë tonën për përkthim në gjuhën shqipe. Shprehim pra shpirtnin tonë me gjuhën tonë, e cila thom dhe mendoj, Zoti e bekoft gjuhën tonë shqip. Juve posaçërisht, pas e kini këto dëshira që pak a shumë të informoheni për gjendjen tonë, mund t'ju them se afro 30 vjet jam imam në këtë xhami. Jam meshtar, jam pris fetar, ashtu si me prezentuat, jam prej fisit Gjokaj. Do ju bëj një pyetje të dyve klerikëve, kryemamit Gjokajt dhe Patër Pashkut, lidhur me harmoninë ndërfetare. Gruda për mua ka qenë gjithherë seli. Gruda ka qenë trolli ynë, i cili pak a shumë së bashku me troje tjera të Malësisë na ka bërë të jem njerëz të njohjes. Mos me fol shumë, une me mend të mia vetëm, por kisha me citua një thanje të Kur'anit, një citat ku thot Zotin Kur'an: o ju njerëz, ne ju kemi krijuar prej një mashkullit dhe prej një femnet, ju kemi krijuar që të formoni kombe dhe fise. E këtë me qëllim që të nifeni ma mirë në mes të vehtes, edhe përfundon. Kjo njohje në mes të vehtes është se na e njohim pak a shumë mentalitetin tonë. Disa herë kësaj ka qenë edhe urë kaluese në përdinosh, edhe për shtetin amë të Shqipërisë, edhe për shtetin ku jetojmë në Maltezi, ashtu që na si udhëheqësa fetar gjithnjë kem pas obligim të ju flasëm njerëzve realitetin i cili nuk dështon. Realiteti që nuk dështon është fjala e Zotit, realiteti që nuk dështon është kallëzimi i vetë Zotit me librat e veta, atër sikur se Ungjilli ashtu edhe Kur'ani, këto i pretendojnë e në takojnë në këtë kohë edhe në këtë ditë, edhe Patër Pashkut edhe mua. Na jem ata të cilët duhet të flasim atë të vërtetën e kujt si ti duket. Pse? Prap edhe një citat thotë në Kur'an: ju folni atë që jo shpall juve, kurse njerëzit janë të lirë, a duen të besojnë, a nuk duen të besojnë. E jona ishte që të flasëm se me këtë gjuhë që ne bisedojmë, je marrë vesh në çdo rasti. Edhe për të mirat, edhe për të këqijat, edhe për të vështirat, edhe për të lehtat, ashtu që në këtë grudën tonë nuk mahet mend se kem pas konflikte. Na kem vllaznin tonë deri në kryet të grudës, deri në majet të sukës. Disa herë ndoshta edhe janë krenua fisi Gjokaj se jem edhe të mëdhej fisi madh. Po ajo pra nuk është shumë e çuditshme se vllazni kem qenë si konfesione, si fetar, edhe musliman, edhe katolik. Shumë gjana kem pas të përbashkëta. Ato që kem pas ne të përbashkëta kanë qenë dashnia njerëzore, e disa herë shprehen përmes të nejeve, bisedave, shkuamjeve, vizitave, e posaçërisht
festat fetare. Të jam i qartë se festat fetare këtu janë bën deri para disa viteve gati po thuaj të përbashkëta. Sigurisht këtu nuk jam i kënaqur që për ditë e ma pak e marrë ka një mënyrë të thënë demokratizim e para sa viteve, para 10 viteve, 20 viteve, 30 viteve, ne kem shkuat e një tjetrit do mos do të vizitua edhe ty e me shnetua e përhajrua festën. Sikur musliman të katolikët, ashtu edhe katolikët ndër musliman. Fjalë tjera mund të shprehem lirisht dhe para juve se marrëdhëniet e këtij popullit, marrëdhëniet ndërfetare, kanë qenë mjaft të mira, pa probleme, edhe populli ka qenë i kënaqur me atë që kanë traditua edhe atë që kanë realizua për qefet të veta. Kështu një biografi e shkurt është e përmbajtjes, që si hymje e bisedës për marrëdhëniet tona fetare këtu.